Nesër në Tetov në gjithsej 117 vend votime do të zhvillohet raundi i dytë i zgjedhjeve lokale për kryetar komune. Në komunën e Tetovës të drejtë vote kanë 87.878 qytetar. Në Komisionin Komunal Zgjedhor në Tetov prej mëngjesi ka filluar shpërndarja e materialit zgjedhor në për vend votime, kurse sot votojnë të Sëmurit dhe të Burgosurit. Në burgun e Tetovës gjithsej do të votojnë 28 persona. Ku njëkohësisht një ditë para ditës mbajtjes së zgjedhjeve të drejtën e tyre të votës e realizojnë personat e smurë dhe të paaft, pa fuqishëm, ku këshillat zgjedhor vizitojnë shtëpitë të smurëve dhe realizojnë këtë proces. Njëkohësisht, një ditë para ditës mbajtjes së zgjedhjeve, votojnë edhe personat të cilët janë me vuajtje të dënimit me burg në burgun e Tetovës, cilin e realizon vendvotimi 1925 që është në kompetencë të Komisionit Komunal Zgjedhor të Tetovës. Deri te Komisioni Komunal i Zgjedhjeve në raundin e dytë zgjedhor kanë arritur 114 kërkesa, cilat gjithsej të 114 janë pranuar nga ana e Komisionit Komunal dhe njëkohësisht ata persona të cilët kanë bërë kërkesat e tyre në raundin e parë zgjedhor, ju ka vlejtur edhe për raundin e dytë zgjedhor. Numri i tyre në raundin e parë ka qenë 99, ndërsa në këtë raund gjithsej kemi 213 persona të paraqitur si të smurt, pa aft apo të pafuqishëm, cilët ditën e sotme do të realizojnë të drejtën e tyre të votës. Si në raundin e parë më 19 tetor, edhe në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, Komisioni Komunal Zgjedhor në Tetov është i gatshëm që të realizojnë procesin zgjedhor pa probleme. Është gjithçka gati, kemi shpërndar Komisionin Komunal të Zgjedhjeve në 5 grupe, cilët bëjnë shpërndarjen e materialit zgjedhor dhe janë në teren, po e shpërndajnë këtë material. Besojmë që deri në mesditë kjo procedurë të kryhet dhe normalisht këshillat zgjedhor të cilët kanë të paraqitur persona të smurë dhe të paaft kanë kohë që deri në ora 19 të realizojnë këtë proces, që dita e sotme të përmbyllet dhe të vazhdojmë me ditën e nesërme kur do të jetë edhe dita kryesore e mbajtjes zgjedhjeve ku gjitha vendvotimet do të jenë të hapura prej në ora 7 mëngjesit deri në ora 19 në mbrëmje. Votimi për kryetar komunash do të zhvillohet në 32 komuna dhe në qytetin e Shkupit, por heshtja zgjedhore vlen për të gjithë vendin. Qytetarët do të drejtohen kutive të votimit nesër me fillim nga ora 7, teksa do të votohet vetëm në ato komuna ku ka balotazh. Në komunat e Pollogut, rreth të dytë të votimit do të ketë në komunën e Bervenicës dhe të Bugovinës.